në shoqërinë sot, a ju thojnë ndonjëherë ti kishe bo një ndërhyrje pas je mes, apo diçka e tillë, apo jo? Po, janë ato gjykime që të thojnë që dosht me pas, masi që je hiki të rrugtim, po si do të qoftë, mendoj se për një agjensi, për një quajtur të titullit mes, duhet me kanë sa më natyrale, mi pas dhe me thonë me kanë milion anash ato ndërhyrjet plastike, edhe mendoj që është më mirë për me vazhdu ma për para. Normalisht, me përcjellat bukurinë, naturalitetin që veç e ki. Pak, po ndërhy, po këta në të reja, për shama, pëse do të me ndërhy? Këta, faktikisht, misi, përsa të punë është për të rejat, nuk është misi për... Po që nga shoqëria sot dashnor, normalisht që edhe kanë paragjykime të tilla. Se du të paragjyku edhe nëse ndërhyjnë, për shka du të... Aja e mirë mbonë vetë vetën, apo kjo është diçka personale, është diçka personale, por problemi fillon kur, si të thuash, shtyhet apo stresohet që do t'i ngjaj dikujt tjetër të bëhet si ajo për shembull, e kap stresi i momentit që do të bëjë ndërhyrje të bëhet si ajo, edhe jo të ndihet mirë me veten. Kjo është e gjitha. Po ndoshta edhe sa i përket bukurisë një mise, me të vërtet e shohim që duhet me pas një bukuri natyrale, pa ndërhyrje, apo jo? Sepse bukuria është kombinimi i vetbesimit dhe i thjeshtësisë. Patjetër, për atë ndoshta quhet edhe një mes për një bukuri natyrale. Sipas fjalës, qenëret mes